nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Të paktën 50 persona kanë vdekur në orët e vona të natës në qytetin lindor të Maqedonisë së Veriut, Koçan, si pasojë e shpërthimit të zjarrit në një klub nate. Autoritetet ende nuk kanë treguar se si është përhapur zjarri dhe çfarë ka shkaktuar atë. Sipas medjeve lokale, zjarri është përhapur nga mjetet piroteknike. Por sigurisht për më shumë detaje do t'ju njohim në edicionin e orës 11. Ka përfunduar zyrtarisht protesta studentëve që kishte përfshirë dje Beogradin. Llogaritet se në këtë protest morën pjesë mbi 100.000 qytetarë të cilët kërkuan përgjegjësi politike dhe penale për vdekjen e 15 personave si pasojë e shembjes së një strehe betoni në stacionin hekurudhor të Novi Sadit. Sipas raportimeve nga mediat rajonale dhe globale, protesta e djeshme konsiderohet si kulmi i një vale pakënaqësie që ka përfshirë Serbinë prej muajsh. Protestuesit kanë pushtuar sheshin përpara kuvendit të Serbisë duke e bërë pothuajse të pamundur qarkullimin në atë pjesë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 9 shkurtit. Lëvizja Vetëvendosje ka marrë 42.30% të votave, Partia Demokratike e Kosovës 20.95%, Lidhja Demokratike e Kosovës 18.27% dhe koalicioni AAK Nisma me 7.6%. Si rrjedhoi, Vetëvendosje ka siguruar 48 ulëse në kuvendin e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës 24 ulëse, LDK 20 dhe koalicioni AAK Nisma 8 mandate. KQZ ka siguruar se në asnjë moment nuk është cënuar integriteti i votës dhe vullneti i votuesve. Të drejtën e votës e kanë shfrytzuar 966.283 qytetarë apo 46.54% e atyre me të drejtë vote. Pas publikimit të këtyre rezultateve kanë reaguar liderët e partive politike. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka falenderuar qytetarët, siç ka thënë ai, për besimin e rreth 200.000 votuesve, të cilët sipas tij e rritën PDK-n për 50.000 vota. Edhe kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj ka shprehur mirënjohjen për qytetarët që e votuan subjektin e tij politik. Do t'jemi këtu gjithmonë në shërbimin e secilit qytetar pa përjashtim, ka shkruar Haradinaj. Edhe kreu i Nismës Fatmir Limaj ka falenderuar votuesit e tij. Ai ka shkruar se besimi që ua ka dhënë votuesi i obligon që të punojnë për të mirën e vendit. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Izet Megjiti ka deklaruar se asnjë flet arrestim nga Serbia ndaj ushtarëve të UÇK-s nuk do të zbatohet nga institucionet e sigurisë së Maqedonisë së Veriut në vendkalimet kufitare. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Izet Megjiti ka deklaruar se flet arrestimet e Serbisë kundër ushtarëve të UÇK-s nuk do të zbatohen më nga policia kufitare e Maqedonisë së Veriut. Megjiti ka paralajmëruar se së shpejti do të marrin vendim që të aplikohet një zgjidhje sistemore ligjore dhe e përhershme që ushtarët të UÇK-s të mos ndalohen në kufit e Maqedonisë së Veriut. Duke folur për disa arrestime që ndodhen ditëve të fundit në Shkup për krim të organizuar, Megjiti tha se shkalla e tolerancës është 0 për krimin e organizuar. Qytetarët e dinë dhe domethënë është fakt që ende gjyqësia dhe prokuroria nuk janë të çliruara, janë të kapura dhe mundohen domethënë deri në fund që mos të zbatohen ligji, mos të zbatohen vendimet. Mirëpo dje policia është e qartë pra që askush nuk është mbi ligjin dhe sidomos pra që korrupsioni luftohet dhe shkalla e tolerancës është 0. Dhe kjo vlen për gjithë domethënë që e ka shkel ligjin kaluar. Ndërkohë nga shoqata e veteranëve të luftës së ushtrisë shqiptare kombëtare thonë se Maqedonia e Veriut është ndëruar në vend të pasigurt për ushtarët të UÇK-s. Përmes një kumtese kërkohet që të lirohet banori 55 vjeçari Ferizaj Emin Bajrami, i cili është arrestuar në pikën kufitare Bllaz për shkak të flet arrestimit ndërkombëtar të lëshuar nga Beogradi.
Nga muaji i ardhshëm, faturat e energjisë elektrike pritet t'u vinë më shtrenjtë qytetarëve. Kjo pasi zyra e rregullatorit për energji ka propozuar rritje prej rreth 15%. Ky propozim po kundërshtohet nga qytetarët, të cilët kanë paralajmëruar edhe protesta masive. Edhe rritja e vazhdueshme e çmimeve po konsiderohet se do të ndikojë edhe më tej në xhepin edhe shportën familjare. Kjo ka krijuar një shqetësim për qytetarët e Kosovës, të cilët po përballen me vështirësi në përballimin e kostos së jetesës. Ata theksojnë se çmimet që po rriten pa u ndalur kanë filluar të ndikojnë negativisht në jetën e tyre. Pjesa më e madhe e tyre vëren se çmimet në Kosovë po u afrohen atyre të vendeve të perëndimit. Në një reagim ndaj kësaj situate, iniciativa qytetare Kosova Bojkoton ka bërë thirrje për një bojkot të marketeve si një shenjë pakënaqësie ndaj çmimeve të larta. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkë takohemi me informacionet më të reja në edicionin orës 11. Faleminderit për vëmendje, mirupafshim.